E del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Eminencë nderuar Kardinal Makriçkas, shkretësia e tij në Zot Miroslav, nunci apostolik në Shqipëri, fort i nderuar Irsia Ndon, përfaqësuesi i Kishës Ortodokse, të nderuara autoritetit civile. Eminenca, me gëzim të thellë dhe mirënjohje të sinqertë së bashku me bashkëvëllezërit të i peshkëvind këtu të pranishëm dhe me barim të tjerë, me klerin, me regulltaret dhe sidomos me mbar populli shqiptar këtu të përfaqësuar nga kjo shumica besimtarish, të ardhur nga Shkodra dhe nga çdo pjesë e vendit, disa prej të cilëve kanë bërë edhe 100 kilometra në këmbë për të qenë këtu këtë mbrëmje. Ju përshëndesim, ju japim mirëseardhjen tonë me të përzemërt në këtë bazilikë të Zojës së Këshillit të Mirë në Shkodër, zemra shpirtërore e qytetit tonë dhe mbar vendit, vend kaq i dashur për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Prania juaj në mes nesh, Eminencë nderuar, në cilësinë e arciprete të Basilikës së Shenjtë Marisë Magjore në Roma, na nderon thellësisht dhe na forcon në bashkimin e gjallë me Kishën Universale. Në këtë ditë të festën në të cilin kremtojmë Zojën e Këshillit të Mirë, mbledhemi si populli rreth nënës për t'ia besuar me besim jetët tona, familjet tona dhe udhëtimin e kishës sonë. Është një gjest i thjeshtë, por thellësisht i rrënjosur në historinë dhe në fen tonë. Këtu mësojmë t'ia dorëzojmë Marisë gëzimet dhe vështirësitë e çdo dite, të sigurtë për praninë e saj amënore. Kjo basilika nuk është vetëm një vend devotshmërie, por është kujtesë e gjallë e fesë së popullit tonë. Në këtë vend jehon lutja